Zigfrido Ranucci, gazetar investigativ dhe drejtuesi i emisionit Report në Rai 3, ka folur pas protestës që u zhvillua në mbështetje të tij ditën e martë. Me qindra persona protestuan pas sulmit me bombë ndaj gazetarit, por edhe pse ai ndodhet në një situatë të vështirë, presioni vijon. Gazetari ka rrëfyer se po përballet me paditë të shumta dhe sulme institucionale, jo vetëm që nuk i kanë tërhequr kallëzimet, por më kanë ardhur edhe 3 të tjera, ka deklaruar ai për Corriere della Sera. Në protestë morën pjesë figura nga të gjitha krahët politik, që nga lëvizja Pesyet, Partia Demokratike dhe Aleanca e Gjelbër Socialiste, deri tek përfaqësues të Fratelli d'Italia dhe Forza Italia, çka e bën edhe më të habitshëm faktin që sulmet ndaj tij nuk po ndalen. Me kryeministren Giorgia Meloni kemi shkëmbyer mesazhe. Ajo më kërkoi në telefon menjëherë pas atentatit, por unë isha në prokurori dhe nuk munda t'i përgjigjesha. Më pas i shkrova dhe ajo më ktheu përgjigje duke më thënë se e rëndësishme është që patëm një kontakt direkt, deklaron Ranucci për Corriere della Sera, por ndërkohë që publiku shfaq solidaritet, institucionet vijojnë presionin. Ditën e djeshme ose sot, autoriteti italian i privatësisë pritet të vendosë një gjobë me 10.000 euro ndaj Report për transmetimin e disa audiove mes ish-ministrit të kulturës Gennaro San Giuliano, aktualisht korespondent i Rai në Paris dhe kandidat për Fratelli d'Italia në rajonale, dhe ish bashkëpunëtorit së tij Maria Rosaria Boccia. Ky e fundit është tashmë në hetim nga Prokuroria e Romës për ndjekje të rënduar penale, dëmtime fizike, ndërhyrje të paligjshme, shpifje dhe deklarime të rreme në CV. Është absurde që autoriteti të na ndëshkojë pikërisht tani, kur nuk ka asnjë bazë për këtë. Ata pretendojnë se Boccia nuk është personazh publik, ndërkohë që ajo është gazetare dhe ka dalë në emisione televizive, teksa Ranucci, si Boccia ashtu edhe San Giuliano, kanë kallëzuar Report pranë këtij autoriteti. Ndërkohë hetimet për atentatin vazhdojnë. Karabinierët e Romës dhe Frascatit janë në kërkim të personit që hodhi bombën artizanale me fuqi të lartë në makinën e gazetarit. Dëshmitarët kanë parë një person të maskuar dhe veshur me të zeza, duke u larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa kamerat kanë kapur një automjet të errët pranë zonës. Prokuroria Antimafjas ka hapur një dosje për dëmtim të rënduar nga metoda mafioze.